Përse jemi të përgjumur kur bie shi? Një studim i Universitetit Shtetëror të Pensilvanisë ka treguar arsyet pse zgjimi në mëngjes me shi është më i rëndë se zakonisht dhe pse në ditët me shi ka më shumë gjumë. Nëse dita është me shi, ka më pak dritë, prandaj trupit tuaj i duhet edhe serotonina, ndërsa melatonina është shumë, hormonet të cilat drejt për drejt janë përgjegjëse për humorin dhe vigjilencën tuaj. Shumë njerëz në ditët me shi ndihen të përgjumur, por a ka shpjegime shkencore lidhur me këtë, pasi është një fenomen mund të duket i përhapur te shumë njerëz. Një studim i kryer nga laboratori i gjumit në Universitetin Rochester ka treguar se në netët me shi njerëzit nuk flenë shumë, prandaj në netët me shi ju nuk flini shumë dhe kur zgjoheni, nëse ende ka shi, do të ndiheni të përgjumur dhe më të lodhur. Gjithashtu edhe sasia e melatoninës do të luajë një rol ndikues në pagjumësinë tuaj dhe në rritjen e cilësisë së dobët të gjumit.